Ti Arianna je ke studiuar në Danmark. Po, jam rritë në Danimark edhe tani kom jetuar në Danimark 28 vite, e tani pastaj jam kthyer në Kosovë po që gati 2 vjet. 2 vjet je në Kosovë, ti punoj në Prishtinë? Po, punoj si konsulente për marketing edhe për çdo se biznes. Biznes në Prishtinë. Sepse ti ke shkuar në Prishtinë? Se gjithmonë jem një shumë shqiptare se sa danezve, pastaj kom vendosur më u kthi. Janë rrenjët. Janë rrenjët që trasin. Shumë bukur. Arianna, ti je shumë e lidhur me kulturën arbëresh, vërtet? Po, më ka fascinuar më atë edhe pastaj të ne kom ardhur edhe këtu tash në Puheri edhe përpara të hura arbreshve, edhe më ka pëlqyer shumë edhe historia e arbreshve edhe si e keni mojt kulturën, tradita, gjuhën, pastaj po shumë më inspiron. Shumë inspiron, shumë emocione. Shumë, sidomos vetëm që jam rritë edhe jashtë vendit tim si refugjate në Danimark, unë ka inspiru shumë që kjo që edhe pas 500 vite keni arritur me mbajt këtë kulturën e traditat tona, edhe mund do këtë njësi këtë si në Kosovë, si në Shqipëri. Sa bukur.